pra ta votonte draftin sot në orën 10 paradite, ndërkohë që kryetari i Kuvendit Meta po kërkonte që të gjende një konsensus. Ishte sepse ju kishit bërë votat për ta kaluar, pra 94 votat, sepse doni të linit jashtë Partinë Demokratike, apo thjesht sepse mendonit që nuk do kishte konsensus? Jo, unë nuk shoh histori konspiracionin në gjithë procesin që ka ndodhur deri më sot. Partia Socialiste ka kërkuar dhe ka lënë hapësirë për konsensus, duke ftuar vazhdimisht të gjitha forcat politike në parlament për të bashkuar votat dhe për të pasur një reformë sistemi e drejtësisë konsensuale, e cila do kishte më shumë përgjegjësi në raport me marrëdhënien që kemi të gjithë ne me publikun, ashtu si pra në momentin e votimit, ashtu si do kishte më shumë përgjegjësi parlamentare dhe politike në implementimin e reformës, që është proces ende më i vështirë se sa ky që kalojmë sot. Partia Socialiste ka qenë konsistente në qëndrimin e vet. Ne kemi theksuar vazhdimisht nevojën për të rakorduar me ekspertët vendas dhe nga kjo pikpamje duhet mirë njohur një procedurë e tërë e zhvilluar nga Komisioni Parlamentar me konsultimin e mbi 200-300 ekspertësh vendas dhe ndërkombëtar dhe mbi 1000 ekspertë jashtëm të cilët janë konsultuar në këtë proces, gjë që e bën procesin transparent dhe gjithë përfshirës nga njëra anë, dhe nga ana tjetër gjithmonë duke lënë vend për opozitën dhe për çdo që ka pasur pikpyetje legjitime deri diku për mbajtjen e reformës, për të gjetur gjuhën e përbashkët dhe për të pasur një reformë konsensuale. Sigurisht kjo ka limitet e veta, pra ky proces... E keni dashur me konsensus apo jo, zoti Tahiri? Ky proces për të gjetur... E keni punuar për konsensusin apo keni dashur ta sabotoni konsensusin? Procesi për të gjetur hapësirën e konsensusit ka limitet e veta. Pra nuk mund të gjesh konsensus me një palë që refuzon vazhdimisht çdo hapësirë për konsensus. Dhe deri diku ka pasur trajta të tilla. Jo, dje ishte deklaruar konsensusi, po shkojmë në momentin e fundit, dje ishte deklaruar konsensusi, u tha që ishte një keq kuptim, një mos rakordim, një mos regjistrim, dhe ju sot zyrtarisht i kërkuat, flas në mbledhjen e kryetarëve, i kërkuat kryetarit Kuvendit Meta që të fuz draftin për votim, nisur nga fakti që votat ishin. Zoti Fevziu, ky nuk është një kalendar fotografish në të cilin mund ndalesh nëse të cilën dhe të interpretosh. Historia duhet parë një dhe e tëra, në qastin që ka pasur çdo forcë politike, parlamenti i tërëfundja për reformën në sistemin e drejtësisë. Partia Socialiste sot, besoj shqiptarët janë të qartë, është e vetmja forcë dhe majoranca po një lloj, pra Lëvizja Socialiste për Integrim dhe të gjithë faktorët brenda, cilët kanë qenë konsistent në qëndrimin e tyre për të pasur gjithmonë një reformë konsensuale në limitet e të mundurës, ashtu siç nuk kemi ndarë kurrë nga qasja e njëjtë me partnerët ndërkombëtar në këtë reformë. Pra nëse ti pyet sot shqiptarët cilët ishin ata që bashkë me partnerët ndërkombëtar donin të bënin një reformë konsensuale dhe të gjenin hapësirë për konsensus në parlament, unë besoj shqiptarët e kanë përgjigjen e lehtë. Po përtej kësaj, unë mendoj që shpresoj parlamentit të votojë dhe të mos ketë surpriza. Unë mendoj që kemi akoma frikë mund të ketë surpriza. Si kanë ardhur punët? Si kanë ardhur punët tu pa e marrë. Duhet parë me vëmendje ajo që ndodh në mënyrë që indicie vërtet që ka ndonjë... Jo, nuk kam përgjime. Po duhet parë vërtet. Ku ti bëni përgjime dhe atë MC Katçerin ju amorën? Qartë. Për gallatën e analizave të përditshme që shohën në studio dhe në shtyp, ku historia përgjimeve renditet ndër në thonjza skandalet e qeverisë, patjetër që duhet bëj dhe unë gallat për sa më prek kjo histori. Gjithsesi, duke mos besuar që do ketë ndonjë surprizë, unë them që ky është një moment historik në gjithçka kemi bërë në këto 25 vjet. Pra më sfundi, ai shqiptari që pretendon titullin e pronësisë dhe nuk e ka marrë ende, ai shqiptari që nuk pranon të ketë në lagjen e tij një të fortë që hyn e del nga burgu sa eri tek e gjyqtarit, mund të pretendojë që të kemi në sistemin gjyqësor gjyqtar të ndershëm, të cilët do japin drejtësinë në emër të ligjit dhe jo në emër të muskujve, as në emër të parave. Këtë jemi të gjithë dakord. Çështja është, zoti Tahiri, a keni tentuar ta përdorni politikisht